Nëse ndjeni sikur keni humbur, le të themi atë qëllimin e jetës, apo atë gjën që ju bën të lumtur, apo atë gjë që ju përmbush ose ju bën të ndjeni të plotësuar, atëherë durim, sepse është një proces që ndodh tek të gjithë. Sidomos nëse keni qenë të lumtur me diçka që keni pasur në jetën tuaj, ose keni qenë, le të themi, jeni ndjerë të plotësuar dhe tani nuk ndjeni më të plotësuar. Është një proces transformimi që ndodh dhe gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë në këtë proces, duke kuptuar patjetër dhe nga eksperjenca ime, është që të kemi durim. Të kemi durim se qartësia do të vi në momentin e dur, sepse një gjë që ne nuk e dim si qenie njerëzore është koha, pikat kohore, kur ato do të lidhen në eksperiencën tonë njerëzore, në mënyrë që ne ta marrim atë informacione se cili është hapi radhës që duhet të marrim. Kur marrim hapin, nxitohemi dhe ndërmarrim hapa ose marrim mendime që nuk janë të lidhura me, le të themi, këtë qetësi ose qartësi që mund të ndjejmë të gjithë, atëherë unë kam parë që ato vendime janë vendimet e gabuara. Dhe zakonisht kanë kosto të larta dhe nuk janë vendimet që, le të themi, janë për ju në rrugën tuaj, ose ju bëjnë ju të ndiheni në përputhje me qëllimin tuaj ose me atë gjë që ju mendoni është e rëndësishme. Kështu që durim dhe të lidhim ato pikat e mësimeve që na vinë çdo kohë, që na i jepen gjatë eksperiencës tonë njerëzore ose jetësore, sepse çdo eksperiencë që na serviret, çdo njeri që shfaqet në jetën tonë ka një mësim për të na mësuar. Faleminderit që më ndiqni dhe më ndiqni për më shumë video të tilla.